Roma. Mos shlope për siguri e për begati, pra vazhdim I qeverisë sonë bërë mirë për maksimum siguri, maksimum begati, për shtetin e qytetarët, për shoqërinë dhe për çdo familje.
Para se të hy në këtë sallë, për këtë të bim madhështor këtë në Ferizaj, më bënë përshtypje se çfarë më thanë 2 qytetarë. Njëri prej tyre tha, mos lëshope, e tjetëri më tha, mos shlope. Natyrisht që të dy e mendonin të njëjtën gjë. Mos lëshope, mos shlope për siguri e për begati, pra vazhdim i qeverisjes sonë mbaret mirë për ma shumë siguri, ma shumë begati për shtetin e qytetarët, për shoqërinë dhe për çdo familje të vendit tonë. Të dashur qytetarë, nëse flasim se çfarë ka bërë shteti për begatin dhe sigurin në një familje, le ta marrim si shembull një familje 7 anëtarshe. Gjyshja, gjyshi, nëna, baba dhe 3 fëmijë. Po filloj me më dashurit tonë, gjyshën e gjyshit. Pensioni është rritur nga 90 euro sa e kemi gjetur, prindrit që i dërgojnë fëmijët 5 dhe 6 vjeç, edhe në qerdhe private, shteti ju ndihmon edhe për pagesën e tyre. Synimi ynë është pra më shumë fëmijë, më shumë siguri, më shumë shëndet për ta, më shumë dituri e edukim për ta dhe më shumë begati për ta dhe të gjithë. Por të dashur pjesëmarrës të këtij tubimi, jo krejt fëmijët janë në 16 vjeç. Ne jemi kujdesur edhe për të tjerët, jemi kujdesur edhe kur fëmijët bëhen 3. Studimet parauniversitare tash janë falas për 173.000 studentë. Kemi dhënë 18.000 bursa në vlerë për 20 milion euro, ku gjysma e tyre janë vajza. Do të mbështesim edhe studentët me bursa në kolegjet private. 60.000 studentëve u kemi ndihmuar 3 herë nga 100 euro, në total për 18 milion euro nga shteti i tyre i dashur që i dënë fort. Se na e dim të dashur prindër që për një prind nuk ka pasuri më të çmuar se fëmia, çdo ëndër, çdo përpjekje, çdo sakrifis bëhet për ta, prandaj edhe shteti duhet ta shoh fëmijën të riun si pasurinë dhe prioritetin më të madh që ka. Investimi ynë është i sinqert, është serioz, është i drejtë dhe afatgjat dhe duhet të jetë edhe më tej tek fëmijët e gjithnjë e më shumë për ta. Sepse ata janë e ardhmja jonë, siguria dhe begatia më e madhe që e kemi gjithë bashkë. Tash le të kalojmë te prindrit. Nëse nëna është lehon, nënë e re që ka lind, do t'i marrë në vitin e ardhshëm 500 euro nga 6 muaj, pra 3.000 euro në vitin e ardhshëm për nënat të cilët lindin fëmijë në vitin 2026. E nëse nëna është e papunë, ne po ashtu me programin e ri Superpuna për gratë, paga minimale tash është 350 euro, me një janar bëhet 425 euro, me një korrik bëhet 500 euro, edhe aty Superpuna për gratë 6 muaj ka 500 euro, 3.000 euro për gratë që punëson në cilën do firmë të sektorit privat. Por ta zëm për shembull që prindrit nuk janë sektor privat, po janë sektor publik. Punojnë në administratë shtetërore. E kur punojnë në administratë shtetërore, gjatë këtij mandati e kena rrit buxhetin për ta 47%. 47% është më i madh buxheti në administratën shtetërore se sa që ka qenë